Në Kosovë funksionojnë mekanizma të ndryshëm institucional që kanë për qëllim parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Adresa kryesore për luftimin e korrupsionit janë prokurori i shtetit dhe gjykatat, të cilat janë të mandatuara për ndjekjen dhe gjykimin e veprave penale korruptive. Sa i përket ndjekjes penale apo hetimit penal të korrupsionit, kjo kompetencë i takon prokurorit të shtetit. Korrupsioni i profilit të lartë është në kompetencë të Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës. Në kuadër të kësaj të fundit funksionon një departament i veçantë për hetimin e korrupsionit dhe krimit financiar. Ndërkaq, veprat e tjera penale që nuk kategorizohen si korrupsion i profilit të lartë hetohen nga departamentet për krime të rënda të prokurorive themelore. Dallimi i tillë bëhet edhe në raport me gjykatat. Aktakuzat e ngritura nga ana e Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës gjykohen nga Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë si shkollë e parë dhe nga Departamenti Special i Gjykatës së Apelit si shkollë e dytë. Ndërkaq, aktakuzat e ngritura nga departamentet për krime të rënda të prokurorive themelore gjykohen nga departamentet për krime të rënda në gjykatat themelore. Por, në trajtimin e rasteve të korrupsionit, post institucioneve të sistemit të drejtësisë, siç janë gjykatat dhe prokuroria, rol të rëndësishëm luajnë edhe institucionet ligjzbatuese. Sa i përket institucioneve ligjzbatuese, Policia e Kosovës paraqitet si akter krucial për trajtimin e këtyre rasteve. Në trajtimin e rasteve të korrupsionit, Policia e Kosovës vepron në përputhje me urdhrat e prokurorit të shtetit dhe urdhrat e gjykatave. Duhet theksuar se shumica e rasteve të korrupsionit tek prokurori i shtetit inicijohen nga Policia e Kosovës. Për trajtimin e këtyre rasteve, në Policinë e Kosovës funksionon një drejtori e veçantë, e që është drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, e cila është pjesë e divizionit për hetimin e krimit, e cila vepron si drejtori e specializuar për parandalimin, hetimin dhe zbulimin e veprave penale kundër ekonomisë, financave dhe korrupsionit. Në anën tjetër, Agjencia për parandalimin e korrupsionit është po ashtu njëra prej institucioneve ligjzbatuese e cila ka mandat në fusha të caktuara të cilat synojnë parandalimin e korrupsionit. Sipas ligjit, Agjencia për parandalimin e korrupsionit ka për mandat zbatimin e ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, ligjit për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave dhe ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve. Për pos zbatimit të këtyre ligjeve, Agjencia për parandalimin e korrupsionit ka dhe kompetenca të tjera të rëndësishme, siç janë monitorimi i zbatimit të strategjisë shtetërore dhe planit të veprimit kundër korrupsion, vlerësimi i rrezikut të korrupsionit në fusha apo sektor të ndryshëm, vlerësimi i rreziqeve apo zbrastirave ligjore që përbëjnë potencial korruptiv e tjerë. Institucionet e tjera ligjzbatuese duhet të bashkëpunojnë po ashtu me institucionet e sistemit të drejtësisë për të paraqitur veprat penale korruptive të cilat hasin gjatë punës së tyre apo për t'i ofruar ndihmë institucioneve të sistemit të drejtësisë gjatë punës së tyre. Këtu mund të përmendim institucionet siç janë Zyra Kombëtare e Auditimit, Njësia për Inteligjencë Financiare, Departamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar e tjerë. Për post institucioneve ligjzbatuese, duhet theksuar se kallëzimet penale mund të inicijohen nga çdo qytetar. Madje, rasti mund të inicijohet edhe nga vetë prokurori i shtetit me vetë iniciativë, nëse në çfarëdo mënyre ka ardhur në dieni për ekzistimin e dyshimit për kryerjen e një vepre penale. Sa i përket procedurave të trajtimit të rasteve, secili qytetar që është në dieni apo secili institucion që vihet në dieni për kryerjen e një vepre penale, duhet ta njoftoj prokurorin e shtetit mbi dyshimin për kryerjen e një vepre penale korruptive. Kështu, me rastin e pranimit të një rasti, prokurori do të vendosë nëse rasti i paraqitur
përmbon dyshim të arsyeshëm për hetim të mëtutjem. Nëse rasti nuk përmbon dyshim të arsyeshëm, atëherë prokurori i shtetit e hudh kallëzimin penal. Kodi i ri i procedurës penale ka përcaktuar se ndaj aktvendimit të prokurorit të shtetit për hudhjen e kallëzimit penal, pala e dëmtuar apo viktima ka të drejtë ankese në prokurorinë e apelit. Fatkeqësisht, kodi i ri i procedurës penale nuk adresoi mungesën e kontrollit gjyqësor në këto raste, ku në kundërshtim me kushtetutën, qytetarëve ju mohua e drejta e qasjes në gjykatë, duke e lënë të drejtën e ankesës vetëm në prokurorinë e apelit. Ndërsa, nëse prokurori i shtetit vlerëson se ka dyshim të arsyeshëm, atëherë i njëjti mund të fillojë hetimet, të cilat sipas kodit të procedurës penale mund të zgjasin deri në 3 vite. Pas përfundimit të hetimeve që jo domosdoshmërisht prej katafati maksimal i lejuar sipas kodit të procedurës penale, prokurori i shtetit vendos nëse do të pushoj hetimet apo do të ngres akt akuzë. Akt akuza e ngritur i nështrohet trajtimit të mëtutjem nga gjykata varësisht jurisdiksionit. Nëse akt akuza nuk përmbon elementet e përcaktuara me ligj, gjykata mund t'ia kthejë akt akuzën prokurorit të shtetit në plotësim. Nëse nuk kemi të bëjmë me këtë situatë, atëherë gjykata e cakton shqyrtimin fillestar, gjatë të cilit i pandehurit deklarohet për fajësinë. Nëse i pandehuri nuk e pranon fajësinë, apo pranimi i fajësisë nuk aprovohet, atëherë kalohet në fazën e kundërshtimeve, ku i pandehuri ka të drejtë të parashtrojë kundërshtimet e përcaktuara me ligj. Nëse përkundër kundërshtimeve, akt akuza përsëri konfirmohet nga gjykata, atëherë fillon shqyrtimi gjyqësor. Realisht kjo është faza e gjykimit, ku administrohen provat, dëgjohen dëshmitarët e tjerë. Pas përfundimit të shqyrtimit kryesor, gjykata shpoll akt gjykimin dhe më pastaj procedura vazhdon sipas mjeteve të rregullta juridike me ankesë në gjykatën e apelit dhe më pastaj pas vendimit të gjykatës së apelit sipas mjeteve të jashtëzakonshme juridike në Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës.